jeta dashurin time. Po jeta me të vërtet njeriu e duhur. Më ka dashur shumë, ka respektuar shumë burrin, megjithëse ai vdiq i ri. Ka punuar këtu në Tiranë, shofer në udhëheqje, shofer kështu. Po pse urzërin? Jo, tha se mos ndoshta se shiko Rudina, unë nuk kam frikë Rudina. Po kur flas në Facebook, kur shkruaj, më hidhet ndonjë, nga Tirana janë, po janë të ardhur. Hik më i zoj, më thot mu, ç'po flet për këtë lulishte në Tiranës? Kjo lulishte ka qenë komuniste. Ja. Po çfarë fleti? Ik me si ti që ke komuniste. Këta të bëjnë, unë nuk e di, s'kam parë kështu njerëzish. Kështu që ke siklet flasësh. Të bëjnë, jo, unë nuk kam frikë, po nga një herë dhe ulim zërin kështu pa dashje, kupto? Po jo. Ç'do me thonë ajo? Më fal, si ta ulësh zërin ti në shtëpinë tënde, në Tiranën tënde, të ulësh zërin të bërtasin. Vjen ai tjetër dhe më tregon mua se kush. Po di si më tha njëri mua? E di si më tha njëri mua? Moj zonë, tha ti tha që flet kaq shumë mirë tha për të majtën tha këtu tha. Se ti e majt. Po. Në pikpamje e mia jam e majt, sepse unë me thënë të drejtën. Je majt italiane apo e majt shqiptare? E majt shqiptare jam. Pse? Kur erdhi demokracia, me thënë të drejtën, unë kam qenë një nga ato që bleja ririndjen demokratike që në 6 të mëngjesit, sepse... Nëse, të mund se i kaluam të gjitha fasat. I marrim pak nga pak, mbas kësaj foto, doli më duket foto e bashortit, më duket, ja ta shikojmë. Sepse ndalim të regojmë pak për bashortit. Ka qenë bashkësortim dhe vdiq shumë i ri, 24 vjeç. Jo, pse ç'a ndodhi? U kriju një sëmundje e keqe në zorr dhe nuk pati derman. Ishte njëri i mrekullueshëm. Shumë simpatik. Ai e ka shkelur Italinë që në vitin 80 për punë, për çështje pune. Thatë që ishte shofer me... Shofer me ushqimet e udhëheqjes. Nuk ishte ministër, po ishte një shofer i thjeshtë, kupto? Ishte një njeri shumë i edukuar, shumë i... Unë nuk e di, unë e shikoja si perëndi, tim shoq. Sepse fjalët e atij më dukeshin sikur bini nga qielli, ma mbushte mendjen me çdo fjalë të atij. Ku e njohë burrin? Unë e njoha burrin tim aty në lagje. E kisha shumë afër, Në lagje të dy? Po, në lagje. Ishte e vogël? Ishte shok i vllajt, në fakt, në fillim. Edhe kështu që unë e harrova pak burrelin kur fillova dashurinë time. Edhe pastaj më vonë më kujtua burreli, më kujtua fëmijëria ime, njerëzit e mirë që më deshën dhe më mbajtën afër. Kam kaq kujtime nga i burrel dhe kur shkova dje, nuk e di. Kërkoja burrelin, po prap dhe burrelin nuk po i gjeja më ai burreli që kishte qenë atëherë. Zete vendi ku ke jetuar me babain? Jo, ishte bër pallate. Babai jetoi në burrel gjithkohës? Jetoi, po pastaj kur u smur e mora unë, e prura në Tiranë. E morë ti. Me gjithë nënën time, edhe nëna ime erdhi, nëna ime ka qenë një zonjë grua gjithë jetën saj. Mamaja ime ishte robaqepse, po mamaja ime ka shku deri në aksionet e rinisë për të mësuar vajzat që vinin nga fshatat për të prerë dhe për të qepur. Ka qenë zonjë për një zonjat mamaja ime. Edhe... Kështu që e fale baban? E fala baban, e morën baban, e prumë të sëmur këtu në Tiranë, edhe vdiq në Tiranë dhe varrin e ka këtu në Tiranë baba im. Nuk e kemi lënë në burrel. Por atje ke kujtimet, e një kohë që... Kam kujtimet, por gjesti që bëri baba im nuk që gjest që duhesh bërë, sepse nuk mund të rrëmbesh fëmijët e vegjël, të heqësh nga gjiri nënës, që të plotësosh dëshirën tënde që të të vijë gruaja mbrapa. Aty e bëri gabimin baba im. Ju përdori si peng. Kështu që kjo gjë të tha, të mësoj që të kujdesesh për jetën bashkërtore, sepse mund të lëndoje fëmijët që... Kur në njëherë nuk kam le që im shoq më ka respektuar shumë, po e kishte pak atë xhelozinë, se unë me vërtet jam plakur sot, po kam qenë shumë e mbajtur, shumë e pasme, dhe ai gjithmonë e kishte atë mënyrën e asaj. Çfarë thoshte, mos u vish, mos dil, çfarë thoshte? Jo, më vishte, dhe kur ishte në Itali më binte gjërat më të bukura mua. Vetëm se kur do vdiste, i shkreti, nga që më kishte parë me një fustan të bukur të zi kur më vdiq babai, të lutem, tha, po vdiq ata, fustan të zi mos vishta, se ti bëhe shumë e bukur, tha, kur vishesh me zeza. Dhe më thënë, edhe në momentet e fundit të jetës, ati i shkonte mendja, dhe më thënë që unë s'duhet të vishesha me fustan të zi, sepse do dukesha më e bukur. Po ishte njeri nobel, nuk ka pas njeri, edhe atje ku punonte, të gjithë e respektonin, të gjithë e donin. Të gjithë e donin. Nuk di që të them çfarë njeriu ka qenë. Sa fëmijë patët? Patëm të 2 çuna që kam, po. Jam në Itali me mua, të 2 çunat. Nuk u martove, më? Kur më, pse s'u martova? Jo se kisha ndonjë frikë, por njeri si ky nuk do vinte më në jetë për mua. Prandaj nuk u martova. Nuk do më ipte më ato
ledhatime, flas ledhatime, jo në sensin që mund të jemi një kopje, po ledhatime që unë mi kishte dhënë nëna ime që më lindi, më ka trajtuar shumë mirë, një trajtim të jashtëzakonshëm. Fati keq të më thënë e mori. Fati keq e mori, njerëzit e mirë nuk rokan si duket. Tregove një rast aty, tregove të letra që dërgoje, sepse kjo është tesa që bëm ne. Tregojmë historitë tona, po jo vetëm të punës, po të jetës, ato të cilat s'kemi dëshirë t'i ndajmë gjatë gjithë jetës, si në moment edhe themi, po pse t'i marrim me vete, ku do t'i çojmë? Ajo ishte e gjitha që unë erdha në studion tuaj të tregoja këtë histori dhe pastaj tash le të vdes tash. Se vdekja është për të gjithë. Ku jemi këtu? Këtu jam me çullin e madh në Torino. Festonim si duke ditëlindjen time në Torino. Djali im i madh është në Torino, është është kamarier në një nga restorantet e VIP-ave në Torino, në qendër të Torinos. Ai këtu shkrojti në gazetën Intervista, kishte dhënë ti për gazetari, por nuk përfundoi atje ku kishte dëshirë. Ne shkojnë ide. Po djali tjetër? Djali tjetër është Emiliani, po ai nuk parabën shumë fota, ai ndjek shumë emisionet e Hilës, i ka shumë qef, ai vdes. Po ta shikosh, këtu jam në qendër të Torinos, nipi ai në mes. Këtu jam unë, këtu është gjyqja tjetër e nipit. E nipit. Po. Sa mirë, të dyja krenare për nipin. Po, krenare në Torino. Jetoni në Itali, domethënë, nuk... Po, në Torino jetoj, jam me qytetari italiane. Italiane. Po, kam fituar. Që Tiranën e haruat? Jo, nuk e haroj. Vi 2 herë në vitu në Tiranë. Nuk e haroj Tiranën. Keni shtëpi këtu apo e kam shtëpinë time, qesin e alekomshies, kam shtëpinë time, kam rehatin time, po. Dhe kam dhe njerëzit e burrit, motrat e burrit, ato që janë se njëra ka vdekur, më respektojnë shumë. Nuk më respektojnë njerëzit e mi si më respektojnë njerëzit e burrit. Sa mirë. Vjera ime pas ka qenë zonjë grujse, ka pas fëmijë të mrekullueshëm, si burrin tim edhe të tjerët, me thënë të drejtën, po. Kështu që i mbani marrëdhëniet. I kam mbajmë shumë marrëdhëniet, motrat e burrit tim nuk më lënë të binë tokë kur vi këtu në Tiranë, më duhet shumë. I përshëndesim pra. Faleminderit zonja Rudina, kënaqësia është e imja që më pritët, ju falenderoj nga zemra.